Jemi gati për një tjetër takim të Oldi Curi TV në YouTube, sepse kemi një nominim shumë të fortë. Që kur dolën emrat në Prime se kush ishte në nominim, desh thash miru pafshim e... Okej. Për këtë do flasim sot, por nga ana tjetër do të shikojmë pak edhe dinamikat. Po bën një grup i cili duket se do të mbaj një person dhe do të largoj një tjetër. Po flas për grupin e Rogertit dhe të Joelës. Ju gjithë mendoni se kanë ofruar afër vetes Mirin, por parerisht kanë ofruar dhe Edisën. Hajde zgjedhim pak se kush do t'i shkojë deri në fund kësaj miqësie, a nëse Rogerti dhe Joela do mbajnë pranë Mirin dhe do lëshojnë Edisën, apo do mbajnë Edisën do lëshojnë Mirin. Për këtë do flasim sot dhe për disa dinamika tjera tek bigu i Shqipërisë. Sigla e varfër për një emision modest. Mirë, kanë kaluar shumë ditë dhe tashmë duket se po shkojmë te dita 100, apo jo, mos gabohem. Po ja 80-90 ditë kanë kaluar. Nëse me shifra jam keq, fare. Mirë jam me falenderime dhe me urime dhe me falenderime dhe me mirënjohje për ata që vinë na vizitojnë të Oldi Curi në YouTube. Nominimi i fundit ishte pikërisht për Artan Kolën, Edisa, Egi, Joela, Rogerti. Ju do thoni kush është Egi? Atë pyetje e bën shumë veta. E bëra dhe unë. Kush është Egi? Dhe me sa duket, do të kemi një përshëndesim Egin dhe ftojmë në studio. Është kjo fjalia që do të shqiptoj Ledioni në Prime-in e ardhshëm, vetëm në qoftë se vjen ndonjë zarf i zi dhe ikën ndonjë tjetër jashtë radhe. Do thoni ju pse? Pse pra sepse ishte Edisa, Egi dhe Nikol, të cilët erdhën në shtëpi dhe që në fillim ishte Nikol, e cila ajo atakua nga Rogerti, duke bërë që emrin e vajzës ta fiksojmë dhe themi kush është kjo që po merret Rogerti, pse sulmoi Rogerti Nikol, po Nikol nga Korça, pra u krijua më njëherë historia për Nikol. Në radhë të parë të gjithë mendojnë që pse Rogerti u sul Nikolës, por nga ana tjetër ne mësuam emrin e Nikolës nëpërmjet sherrit që i ndezi Rogerti. Dhe menduam se vetëm Nikola do spikasi nga vajzat, por çfarë ndodhi? Njëra prej tyre qëndroi në heshtje totale dhe vazhdon të qëndrojë në heshtje, sepse ndoshta mund të jetë një super lojtare, po t'i jepej mundësia dhe të hynte që në fillim në big, po kur hyn nga fundi duhet të jesh me dhëmbët shumë të mpreta. Dhe kjo është Egi. Egi u parakalua nga Edisa. Unë mendova se vetëm Nikol e kishte këtë fat që u sulmua nga një emër i madh aty dhe i vjetër, siç është Rogerti, se po sulmoi Rogerti, Selina, Mirja, apo këto tjerët, ke një farë shansi për tu evidentuar. Por unë nuk e kisha pritur që Edisa të kishte planin e saj në kokë. Zakonisht, kur kanë hyrë të ri, kanë shkuar më njëherë tek Miri, tek Selina, tek Rogerti, pra pikërisht këto tre emra, tek Mateo, për të ndezur debat ose për të parë diçka se çfarë po ndodh dhe për spikatur dhe vet. Kujtja kishte prerë mendja, e pritur mendja, që Edisa e kishte gjuajtur gjaun e saj urtë e butë. Sepse gjithë ne me veten tonë po presim, kjo brikena për e përqafon Mateon, e don Mateon, se don Mateon. Përqafoj Bolin, Ariun, Mateo, Boli, Ariu kush është Boli jashtë, Ariu brenda. Të gjitha këto histori i kishin bërë. Por, që dikush ta sulmonte brikenën, ne nuk e kishim pritur. Opa, e bëri Edisa, kapi Prime-in, kapi postime në faqen zyrtare të Big Brother VIP Albania, dhe nga ana tjetër, kapi dhe mundësin për qenë më e njohura nga treshja e vajzave që hynë të gjitha në një natë gati 10 apo 15 ditë më parë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Kështu që midis Tankolës, Edisës, Egit, Joelës dhe Rogertit, unë mendoj se Egi do jetë vajza e cila do lërë shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Vetëm qoftë se ndodh, nuk e di çfarë mund të bëj Egi që të shpëtoj nga ky nominim. Pse? Sepse Artan Kola ka histori për të kapur e për të folur, ka lojën e tij me Shndrimin, ka lojën e tij me Mirin akoma, ka aleancën e tij me Rogertin, ka aleancën e tij her pas here me vajzat e shtëpisë. Edisa ka misionin e saj madhor për të nxjerrë nga vetja brikenën, e cila si një statuj qëndron stoike. Joela ka misionin për të qëndruar në krah të Rogertit, herë në të majtin, herë në të djathin.
Rogerti ka misionin e tij për të marrë me Selinën dhe për të kënduar Yalla la Selina, Yalla la Dubai. Kështu që gjithë kanë një punë aty përveç Egit. Por çfarë ndodh? Është bërë një pol i diskutuar dhe pas prajmit të fundit ku masakrua Selina, duket se Rogerti e kuptoi që të uli pak tonin e sharjeve, ofendimeve, bullizimeve, të afrohet më shumë me Joelën dhe të ngrihet mbi Selinën, duke bërë që afër tij tashmë ka edhe Mirin. Por a i beson deri në fund pas videos që dhe pan, që dhe Miri ka rezervat e tij nga Rogerti, a i beson Rogerti dhe Joela deri në fund Mirit, sepse çfarë ndodh? Në qoftë se do e shikoj situatën shumë keq, Selin, bashkë me Gimbon, ato e kanë hedhur një urë tek Miri. Pra, mishin e kanë ngrënë, kockën e kanë ruajtur, thot populli. Mishin e hëngra, kockën e ruajta. Mirë e thash. Ftesa e dasmës ishte një sinjal i tillë. Ftesa e dasmës tregoi që duhet lëm një urë komunikimi me Mirin, se në qoftë se sulmi Rogerti dhe Joelës ndaj Selinës dhe Gimbos do bëhet shumë i fuqishëm, atëherë nuk është çudi që Selina t'i zgjas dorën e pajtimit Mirit. Dhe jam i bindur që Miri do largohet menjëherë nga kampi i Rogertit dhe Joelës për të shkuar kokë këmbë tek Selina. Pavarësisht se Selina tashmë është në paket bashkë me Gimbon. Pra Miri e di shumë mirë që në këtë lojë të madhe dhe të fortë i duhet Selina më shumë se sa Gimbo. Dhe midis dy grupeve, Rogert Joel, Selin Gimbo, ai për mendimin tim do të zgjedh në fund fare të afrohet, të riafrohet, të ribashkohet me Selinën. Se si do justifikojnë këtë ribashkim, çfarë emri do i vënë në sytë e publikut, unë këtë gjë nuk e di, por do e gjej një shkak apo jo. Do gjej një hatërmbetje me Joelën, do gjej një hatërmbetje me Rogertin dhe do afrohen e Selina. Sepse lufta po bëhet shumë e fortë. Selina është duke u lodhur, ka filluar të derë lot, por nga ana tjetër e ka kuptuar që historia e saj me Gimbon sa më shumë i fryn kësaj pjese të telenovelës së dashurisë, aq më shumë publiku i do ndaj vetes. Sepse kur e kuptoi dhe Brikena që ka filluar të kapi nga dora Mateon, që ishte dru shkëmb, bas sulmeve të disës, e kuptoi që duhet kapur drejt që e mori për dore, se publiku don ëndrën, don dashurinë, don Shën Valentinin, don kapjen, don puthjen, don çiftin. Dhe nga sulmi e disës, Brikena u afrua sa mund të afrohet një akullnaj afër Mateos. Imagjinoni pak Selina. Edhe Selina, pas sulmeve të përsëritura të Rogertit dhe të Joelës, me tonet të mëdha, me ato sherret e dasma, mbas dasmës, në qoftë se ajo lëvizte majtas djathtas kokën, sa herë që Gimbo tentonte që atë ta puthte, tashmë koka e Selinës nuk lëviz më majtas dhe djathtas, dhe Gimbo e ka shumë të thjeshtë për gjetur buzët dhe për shkëmbyer një puthje. Sepse ndonjëherë sulmet i forcojnë më shumë lidhjet që janë në tentativë. Sulmi i jashtëm, një sulm nga një person i tretë, bën që dyshja të lidhet më shumë me njëri tjetrin, sepse ka nevojë për të mbështetur. Ka nevojë që të jenë nusja dhe dhëndri, nusja dhe shtetërrethimi. Është një film që na mëson se si dy të rinj, të cilët për t'i shpëtuar Gjermanit, u hoqën sikur ishin të dashuruar, u hoqën sikur ishin duke u martuar. Kështu që kemi të bëjmë dhe ne me një nusja dhe shtetërrethimi.